Më shumë se gjysma e familjeve shqiptare, plot 55%, po përballen me vështirësi serioze për të mbyllur muajin. Sipas të dhënave të Eurostat, shqiptarët ndihen shumë më të varfër krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian, ku vetëm 17% e qytetarëve e ndjejnë barrën ekonomike në këtë shkallë. Në rajon, tabloja mbetet më e butë, 34% e serbëve, rreth gjysma e malazezëve dhe po aq maqedonaz deklarojnë se ndihen të varfër. Megjithatë, Shqipëria renditet ndër më të goditurat, e dyta pas Greqisë, ku 67% e popullsisë percepton se jeton në kushte varfërie. Eurostat mat jo vetëm varfërinë zyrtare, që lidhet me të ardhurat dhe mundësitë materiale, por edhe atë subjektive, pra mënyrën se si qytetarët e ndjejnë realisht jetesën e tyre. Dhe pikërisht këtu, perceptimi në Shqipëri është shumë më i errët se shifrat me letër. Të dhënat e Instat tregojnë se në vitin 2024, treguesi i rrezikut për të qenë i varfër ishte 19%, me një prag të ardhurash prej vetëm 330 lekësh në ditë ose 9700 lekë në muaj për person. Por në anën tjetër, mbi gjysma e shqiptarëve ndihen të varfër, një diferencë e thellë prej më shumë se 30 pikë përqindje, që tregon se realiteti i përditshëm peshon shumë më rënd se statistikat.